Surja El Me'arij, Mekase, 44 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Dikush kërkoi një dënim të shpejtë. Për jo besimtarët, askush nuk mund të ndaloj atë dënim që vjen nga Allahu, Zoti i rrugëve të ngjitjes. Tek ai ngjiten engjëjt dhe shpirti Xhebraili në një ditë që zgjat sa 50.000 vjet. Prandaj, duro me durim të hijshëm. Ata e mendojnë atë dënim të largët, kurse ne e shohim të afërt. Atë ditë qielli do të bëhet si llumi i vajit, e malet do të bëhen si lesh i shprishur. Shoku s'do të pyes për të shokun, edhe pse do të vihen të shohin njeri tjetrin. Për të liruar veten nga dënimi i asaj dite, fajtori do të sakrifikonte me gjithë qejf fëmijët e vet, edhe gruan, edhe vëllain e vet, edhe farefisin që i gjendej pranë në jetën e tokës, si dhe të gjithë ata që gjenden në faqe të tokës, nëse kjo do të mund ta shpëtonte. Por jo, fajtori do të hidhet në zjarr. Ai është zjarr flakërues që e shkul dhe e djeg krejtësisht skalpin e kokës. Ai thërret këdo që i ka kthyer shpinën e i është larguar besimit, dhe që ka grumbulluar pasuri dhe e ka fshehur. Vërtet që njeriu është krijuar i paqëndrueshëm. Kur atë e godet e keqja, ai ligështohet fort, por kur i bie e mira, ai bëhet koprac. Përjashtim bëjnë ata që falen, e që janë të vazhdueshëm në faljet e tyre, e që caktojnë një pjesë të pasurisë së tyre për lypsin dhe për nevojtarin, e që besojnë në ditën e llogarisë, gjykimit, e që friksohen nga dënimi i Zotit të tyre. Vërtet që askush nuk është i sigurt prej dënimit të Zotit të vet, e që e ruajnë nderin e tyre nga marrëdhëniet e jashtëligjshme, përveç se ndaj bashkëshorteve dhe sklaveve të veta, në këtë rast nuk meritojnë qortim. Por kush kërkon jashtë këtyre caqeve, pikërisht ata janë shkelësit, e që i ruajnë amanetet dhe i plotësojnë beslidhjet e tyre, e që gjithnjë dëshmojnë drejt, e që i falin namazet rregullisht. Pikërisht ata do të jenë të nderuar në kopshtet e xhenetit. Ç'është kështu me jo besimtarët që nxitojnë drejteje djathtas e majtas, grupe? A mos çdo njeri prej tyre shpreson të hyjë në kopshtin e lumturisë? Kurse si? Vërtet që ata e dinë nga çfarë kemi krijuar. Betohem për Zotin e lindjeve dhe të perëndimeve, që ne jemi të Zot t'i ndrojmë ata me njerëz më të mirë se ata, dhe askush nuk na pengon dot. Andaj, lëri ata të zbaviten me gjëra të kota dhe të luajnë derisa të përballen me ditën e tyre që u është premtuar. Ditën në të cilën do të dalin nga varrezat duke vrapuar, sikur të ishin duke nxituar drejt një altari, me shikim të frikësuar e të kapluar nga poshtërimi. Ajo është dita që u është premtuar atyre.